Shtëpia e Bardhë është përpjekur të ulë pritshmëritë për një marrëveshje të mundshme mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, pasi deklaratat e fundit të Donald Trump për bisedime të mira dhe konstruktive nxitën një valë spekulimesh në media ndërkombëtare. Raportimet sugjeruan se edhe zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance mund të përfshihej në bisedime të mundshme me Teheranin, madje duke përfaqësuar administratën në takime që mund të zhvilloheshin në Pakistan. Megjithatë, këto informacione u relativizuan menjëherë nga zyrtarët amerikanë. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Caroline Leavitt deklaroi se nuk ka asnjë takim formal të planifikuar mes përfaqësuesve të lartë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke theksuar se çdo zhvillim diplomatik mbetet ende në fazë të ndjeshme dhe jo përfundimtare. Sipas saj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk negocion përmes mediave dhe çdo informacion duhet konsiderohet spekulativ derisa të konfirmohet zyrtarisht. Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë, Trump i dha Iranit një ultimatum 48 orësh për hapjen e ngushticës Hormuzit, duke kërcënuar me sulme ndaj infrastrukturës energjetike. Megjithatë, të hënën ai njoftoi shtyrjen e çdo veprimi ushtarak për 5 ditë, duke përmendur përparim në komunikim me Teheranin. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane i hodhën poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si lajme të rreme. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, një zyrtar i lartë iranian ka konfirmuar se përmes ndërmjetësve është paraqitur një propozim me disa pika, i cili po shqyrtohet por pa asnjë garanci për nisjen e negociatave.